nuk parashihet sanksioni. Po, logikisht, kur një procedurë. Një shkuam zgjedhje dhe kur përfundoi afati. Jo tha 60 ditor për presidentin. Po, Adriatik, esenca çka po du me thonë, si analogji, si krahasim. Tash kemi edhe problemin tjetër kush i shpall zgjedhjet. Qëre, mungesa e një sanksioni, në esencë, nuk e ka determinu çka ndodh me situatën kur nuk zgjidhet presidenti. Tash e ka qartësu, ka thonë. Pra atë s'ka vazhdim. Po tash i bie që edhe pse nuk ka një sankcion të qartë, çfarë do t'i ndodh tjetër kuvendit kur nuk e zbaton kushtetutën? Shkon në zgjedhje. Ai kuvend nuk ekziston më. Çfarë bëhet kur nuk ekziston një kuvend? Shkohet në zgjedhje. Dhe është e qartë, ne mund të flasim për procedura, po unë besoj shumë që më shumë është e rëndësishme me folë edhe pak edhe për vullnetin politik të këtyre njerëzve. Besoj kemi qenë këtu në studio dhe edhe e tëra është politike në fakt. Absolutisht. Kjo është problemi dhe mungesa e një, si më thonë, e një aparati. Ne një aparati kemi, po mungesa e guximit të disa njerëzve për të, si më thonë, për të marrë detyrat që këta shkels të kushtetutës dhe ligjev dhe vendimeve të gjykatës supreme i shkelin kaq lehtësisht pa asnjë frikë dhe askush nuk merret me ta, kjo u jap guximin që e kanë këta. Jo mungesa e një opozite e cila si me thonë, në ekzistencën e vetë, po mundohet të jetë korrekte, se çfarë mund të bënë ata? Ata nuk munden mi detyru vetëvendosin të shkojnë në seancë. Mirë po, para disa javësh në këtë emision, unë kam thonë që takimi me Albin Kurtin është gabimi më i madh që mund ta bëjë opozita tash. Dhe të gjithë ju, përfshirë ty Adriatik, keni thënë që jo, unë besoj keni thënë që duhet takohet, sepse kjo është politika. Mirë po, Albin Kurti, unë jam nisur nga premisa që Albin Kurti nuk e beson këtë. Takohet secili me secilin. Po, Albin Kurti nuk e beson këtë. Se mbahet lufta, rriten me 10.000, dhe sërish duhet ulur, unë jam si filozofi, kam politikë dhe jetësore që takimi e më i mirë se hidhërimi. Si të mund të besosh ti në dialog, ose si të mund të veprosh me dialog, me dikë që s'beson atë gjë. Albin Kurti e ka vërtetuar, sepse kam qenë ulën ku lobi tash, nëse s'gaboj. Kam thonë që Albin Kurti ka me keq përdor këtë mirësi të LDK-s. Dhe LDK-ja po shkon të thënë vetën në qafë, për shku te Albin Kurti, dhe këtë gjë kam ja përdor. Edhe ja përdori sot në konferencë madje goditi. Jo thjesht që s'pëmon fjalën për një marrëveshje. Edhe të deputetëve sot më një herë. Po për çka shkoi LDK-ja në kuvend? Në mbajtje në kuvendit, si u kry, u konfirmu Limir Abdigjiku, tha na po i vazhdojmë negociatën me vetëvendosjen. Dhe Albin Kurti pikërisht i tradhoi. Siç ka bërë edhe më herët. Dhe ndaj një politikani tillë, ti si parti politike, kush do qoftë ose si politikan. Kush do megjithatë, Albin Kurti ka 53 deputet. Po i ka 53 deputet. Nevojiten ata 53 deputet për të votuar çfarë do presidentin në Kosovë. Po sakt. Mirë, po edhe ati i duhen të tjerët. Po për atë po them që duhet folur Adriatik për një gjë. Populli Albin Kurtit ja ka dhënë, si me thonë, hapësirën veç me provu, me bo marrëveshje për me kriju institucionet. Asnjë pozitë të lashtë tetënore nuk mundet me marrë me 53 vota. Jo. Të më thëmë populli nuk ja ka lënë që vetëm të bëhet as kryeminist, as votoj me votat e pakicave që historikisht kanë shku me çdo shumicë, me çdo mazhorancë më herët. Pra Albin Kurti nuk i ka votat as një pozicion. Po është asë thjesht, se po duhet t'i jap edhe atyre poste ministrore, dhe disa që s'po i marrin postet ministrore nuk po e votojnë, si që kemi parë, pra, se dhe aty po ka marrëveshje, për të marrë votat se nuk janë të mirësena. Dhe ka pretendime dhe sot, si që ishte ai zotit Burim Ramadani, i cili thot se në fakt, zoti Albin Kurti, për parafrazoj, është duke bërë blof se nuk i ka votat për kryetar të kuvendit dhe as për qeveri. Dhe mund tjetë se s'kemi edhe veprim. Se s'ka folur para zoti Balet. Unë pajtu me argumentin e profesorit dhe zonjës Daka që, dhe me thonë, opozita është bashkëfajtore për këtë shkelje, ose normalizim të shkeljeve kushtetuse. Veç të i dhonë këti argumentit një sfond politike, dhe unë po menoj që ekziston një farë principje që në është ta me qëllim, po anashkalohet që jo krejt akter të kanë him proces që me objektimin që me dhonë, dhe me thonë, ose me përmbyll krijimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Një pjesë e partive opozitare e dim që
intereson, i levërdis një skenar i cili na qënë drejt një procesi të ri elektoral. Edhe për të njëjtin skenar edhe ka punu një pjesë e opozitës. PDK-ja edhe një pjesë e... Edhe pozita, pak. Edhe pozita. Edhe? Edhe pozita. Bashkë. Gjeti kanë përgjithë. Edhe, po. Çfarë detyre tjetër ka opozita? Menoj që mbi... Arzej çdo pushtet, kur do që mund. Si logjizmi i kësaj që shkelja e kushtetutës, gjithsesi bllokimi i institucioneve. Domethënë, sepse i ka kontribu krejt situatës edhe opozita me abstenencën e saj thonë më zbuti në pjesëmarrjen në krijimin e institucioneve. Mikit logjike edhe po them që është jam kryk pot opozita për dallim që ju pendoni bashkëfaqësinë. Unë e kryk put, po menoj që është faj derivon prej partive opozitare për faktin. Ama ka pak vëtkeshët kërë po thëmë. Vëtkeshët me ty. Jo, na nuk thamë që opozita ka faj. Me thëmë po, edhe ka kryk put, sepse po abstenon në pjesëmarrje të krimit të institucioneve. Jo, për kundrazi. Se të vendosja ka thonë që... Ata sonë të janë kuvend. Për kundrazi. Përveç asaj. Një pjesë, për ta zonë PDK-ja e ka amplifiku refuzimin në pjesëmarrjen në institucione. Për dallim për... Pse çka ka bëve të vendosja më herët? E ishin gjithë në kuvend. Çka ka bëve të vendosja më herët? Meshatora ka nejt, para kuvendit. Për krijimit të institucioneve, po them. Jo këtë fazë. Po s'është rendite çështja e presidentit dhe as e qeverisë, është konstituimi i kuvendit. Na kuvendin se kemi. Kush jap drejtën cili do deputet, qofta edhe deputeti më i votuar, siç është Albin Kurti, dal në seancë ku nuk lejohet debati dhe thot unë kam vendosur që të mos shkojmë tutje se duhet pasur të akordim për president, për atë arsye nesër po votojmë kryetarin e kuvendit. A deri dje thanë të kundërt. Deri dje thanë të kundërt. Thash edhe më rom që ka qenë një përpjekje, një investim në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje përfundimtare, domethënë me idenë, me shpresën që LDK ka muzbraps prej kërkesës fillestare që ka për marrjen e postit të presidentit. Presidentit. Okej, se nashta më foli gjuha se presidentit edhe rrjedhimisht rrjedhimisht edhe e ka bërë këtë lëvizje, një farë eskivimi prej afatit të caktuar. Edhe prapë po kthehen atë argumenti që me gjast e ka pasi levë vetëvendosje që nisjen dje të seancës edhe nisjen e ka përjetuar si përfundim të konstituimit. Do me thonë që janë Axhami, jo, qëllimisht dhe kanë bërë. Si janë Axhami. Se kanë bërë Axhami. Qëllimisht. Janë naiv? Ose janë as naiv. Ka qenë vendi i vetëm ku kanë mujtë me kriju një lanë gjykot kushtetuese dhe me fitua fat për t'i quar zgjedhjet për vitri. Sepse çështja e presidentit... S'po mleni me full që e po të kohën tonë, po lem foli vllaj. Hajt falem. Esha të thonë të njëjtin argument që në rast ju ka imponu... As të mira i keni argumentet sa se cili dëshirën t'ju përvecaj. është një situatë që ju ka imponu vetëvendosjes. Edhe pe kësa situatë po dënë me kapitalizu një rezultat maksimal, me zhvendosë procesin elektoral në një kohë ku shpresën si që i levërdis, si një kohë e levërdishme. Po pëse duhet shkuar në zgjedhje? Është imponu situata. Çka të shkohet në zgjedhje të reja? Çka do të ndryshojnë zgjedhjet të reja? I fiton dikush 2-3% me pak, tjetri më shumë, prapë kthehemi në këtë situatë. Apo vetëm ta mbaj veten si kryeminist në detyrë, të mos ketë kuvend, të mos ketë asnjë. Ja bëj shefin PDK-s për shkon zgjedhje. Pse? Po ironizoj, po jo është një situatë okazi, jo është imponuar situata. Nuk po ka rrugdalje. E që 2 vjet është ju imponuar. Bjon punohet metet ushtrues detyre i kryeministrit bëhet deputet. Çështja që ka këmbgul LDK-ja, një pjesë po do me marrë pjesë në proces, LDK-ja ka këmbgul te presidenti. O lab, me i pas... A i takon, a menë që i takon... I takon, opozitës i takon presidenti. Opozitës është LDK-ja krejt. Po, qështë është opozitës? Është LDK-ja krejt. Po, është një pjesë. Po thonë nesë po duam. Po, është një pjesë e opozitës, i cila i ka votat. I ka 18 vota. Edhe me ato i... Si ka sigur të asë ato 18. Atëherë sërish pas ka gabuar zoti Kurti që pas ka negociuar me LDK-n. Edhe. Nuk e dina atës matematikën, po thoni. Ka negociu me idenë opozitës i takon presidenti. I takon presidenti, sepse i takon. Po i takon sepse... Argumentu pse? A dim pse, sepse VV-ja si ka votat për me zgjedh vetë presidenti. Opozita i ka krejt. Po si ka